gjatë procesit të deklarimit të pasurisë, për këtë vit ne kemi pranuar një numër rreth 11.000 deklarime të pasurisë, që ka qenë numër rekord në vitet e fundit. Gjitha këto deklarime janë pranuar përmes sistemit elektronik. Sistemi elektronik na ka mundësuar edhe evidentimin e saktë të vonesave, sepse kemi në formë elektronike e dim me sekonda se kur janë dorëzuar deklarimet të pasurisë. Si fazë pasuse e deklarimit pasurisë është edhe evidentimi i atyre që se kanë deklaruar, pranimi i shpjegimeve të arsye, sepse disa mund të kenë pasur edhe arsye objektive që nuk kanë kryer në kohë deklarimin pasurisë. Një nga ato mund të jetë qëndrimi i tyre në spital në ato ditë të fundit që ka pamundsuar fizikisht deklarimin, apo qëndrimi jashtë vendit në ndonjë hapësirë ku nuk ka pasur qasje në deklarimin pasurisë. Kemi pasur shembull kur pjesëtarë të FSK-s kanë qenë në ushtrime ushtarake dhe pastaj është pamundsuar qasja në sistemet elektronike për ta kryer këtë obligim. Gjithë këta janë liruar nga përgjegjësia ligjore, sepse objektivisht nuk kanë mundur ta kryejnë këtë obligim. Nga ata që e kanë pasur mundësinë objektivisht, por kanë dështuar në kryerjen e këtij obligimi, ne kemi përgatitur një numër të madh të gjobave, sepse numri më i madh i tyre është rregulluar me gjoba. I kemi 62 zyrtarë publik, të cilët jo vetëm gjatë procesit të deklarimit të rregullt, po edhe në proceset e deklarimit të pasurisë me marrje të detyrës apo me përfundim, deri në këtë moment, thotë nga 1 janari në këtë moment, kanë pranuar gjobë për vonesë. Po ashtu i kemi edhe 19 nga ata të cilët kanë pranuar qortim jo publik apo publik për këtë vonesë. Qortimi publik është një masë më e lehtë, e cila u jepet kryesisht zyrtarëve të cilët ne kemi pasur më dyshje se ka qenë me qëllim apo jo mos deklarimi i pasurisë, apo ka qenë vonesë disa minush apo disa sekondë nga mesnata, do të deklarimi i tyre i pasurisë. Përveç këtyre, gjatë verifikimit të pasurisë i cili është përfunduar këtë vit, ne si agjenci jemi detyruar të dërgojmë si shtesë edhe 7 kallëzime penale në Prokurinë e Shtetit për shkak të evidentimit të mospërputhjeve në deklarimin e pasurisë. Gjobat që shqipton agjencia variojnë nga paga që pranojnë zyrtarët. Është 30% të pagës mujore të zyrtarëve.